Dhe ka 3 vjet që nuk jepen leje në restaurimit në qendrën historike të Shkodrës. Ka 3 vjet, asnjë leje. Megjithse ka 10 leje që ka dhënë Ministria e Kulturës. Por leje që jep institucioni specializuar nuk refuzohen nga Bashkia e Shkodrës. Dhe mirë po monumentet e kulturës nuk mund presin 3 vjet. S'presin, ka monumentet që s'presin as 3 ditë. Shtëpia Dan Hasanit është një kryevepër arkitekture e Hidromenos, është një kryevepër arkitekture. Nuk pret as i ditë aja. Shtëpia Hodobek Sokolit, një mrekulli me një objekt që se ka asnjë shtëpi, kupton ti? Nuk pret 3 vjet aja po renohet. Dhe nga monumenteve hyn, banorët e asaj, pronarët e asaj, do t'ia dhurojmë shtetit vetëm mos shkatërrohet. Dhe se marr kërkush. Njëjta historia është me shtëpinë e Pashkovas, pikon nga gjitha anta, kupton ti, nuk interesohet kërkush. A shkatërru shtëpia Luiq Gorakuqit. Ka pas pushtet lokal edhe atë kohë, perfekta. Kuj si kam thënë në atë kohë, nuk kam pas detyra shtetore, e lanë me u shkatërru. A shkatërru ditën për diell kafja madhe. Ashtu. Po shkatërrohen monumente tjera, a shkatërru shtëpia Pionerit që ka kënë një në objektet më të bukura. Po shkatërrohet Vila e Zogut atje. Po i këta janë pasurinë që shteti mund t'i blejnë. Edhe për shtëpinë e Dan Hasanit, unë i kam sjell pronart, edhe i kam ballë projektin bashkisë, ja kam falas, unë kam dhuru që të restaurohet edhe të blehet ajo shtëpi edhe të kthehet, ai mund të kthehet muzeu i Shkodrës, muzeu historik i Shkodrës, nuk ka ndërtesë më dinjitoze se sa me vendos aty. Dhe ka hapësira të bollshme aty, dhe mundesh me bë edhe në tokë, edhe në tokë çfarë dush. Pra, mirë po, çuditërisht pa asnjë lloj transparence, është marrë një firmë Geoconsult quhet ajo. Ajo firmë nga emri është firmë gjeologjike, geodezike, që nga vinë ata se me ke ka konkurruar ata, edhe kanë ardhur dhe kanë bën një këtë plan detajuar vendor. Unë do t'ju shpjegoj më vonë. Që s'ka asnjë lloj lidhje me qytetin e Shkodrës as me historinë e këtij qyteti. Dhe ata kanë parashikuar që në krejt zonat me ndërhyjme, me ndërtime të larta. Kur ligji i trashëgimisë kulturore e thot në mënyrë eksplicite që nuk ndryshon forma as volumi i objekteve të shpallura monument kulture. Duhet të ruhet, konservohet në gjendjen që janë, restaurohen elementet dekorativ, sipas dokumentacionit grafik dhe fotografik që ka Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës edhe ka Instituti i Monumenteve të Kulturës. Pra nuk mund të ndryshohet ajo formë. Ta kanë ndërhyrë për me rrit kate me çut 5, 6, 7 deri 8-9 kate, por nuk e di se këtu nuk i ka vënë hartë se ku i ka ata 9 katet ai. Por një zonën që hin nga xhamia e Bubekër, edhe vjen deri te banesa e Daberdakve edhe te ndërtesa kua e shoqërisë Rozafat, futet me ndërtesa 6 kaqe. Te kjo te ndërtesa bashkisë, vetë bashkinë që ne bën 4 kate, te parku ku është Shatrivani ka fut zonë ndërtimi 4 kate, xhamia ndërtime 5 kaqe, gjithë masat e zonën historike i rrit 3 kate, po ai ushton kajkat, edhe merr këtë zonën nga kisha e Fretenve dhe deri te kjo shoqëria Rozafat. Pra, kjo është situata që kanë bërë këta këtu. Pastaj, çaman në zonën e mbrojtur, kjo që shihni ju me jeshile, në këtu, pjesë me jeshile, zona e mbrojtur. Në zonën e mbrojtur, që ka qenë deri në 12 metra, pra, zonën e mbrojtur e kanë vendosur si zonë buffer për mos me bën ndërtime shumë të larta për me konkuru zonën historike. Por edhe ka rregullore që të bëhen në stilin me materialet e autentike që ka pas zona historike, edhe të jetë në stilin neoklasik. Është pranuar, por a pranuam një kat më tepër sepse nuk pengon gjë. Teshti këtu ja ul katet kësaj. Aja është deri në 12 metra me ndërtu, pra për mos me pengu zhvillimin, është lanë kjo zona e mbrojtur. Por kësaj ja ul, ndërsa zonës historike që s'duhet me prek, aje prek edhe e rrit.
Pra, nuk ka lidhje fare me këtë, as me ligjet. Dhe shumë po jësëm një gjatë, që të bajsh një gjatë tillë, kjo është kundërshtim totalisht me ligjet shqiptare. Me ligjin për trashëgiminë kulturore, po kryesorja është me kartën e Venecës, të restaurimit Venecës. Është një ndër dokumentat e pakta që shteti komunist ka firmos në atë kohë për rujtjen e trashëgimisë kulturore se i bate veprënton bota. Dhe si vjet ka kënë 60 vjetori kartës së restaurimit të Venecës, që e kanë nënshkru Aleksandr Meksi dhe profesori tjetër Ganis Strazimiri, i famshëm që ka themelu Institutin e Monumentet, 60 vjet përpara. Pra ty duhet ta abrogojsh atë, sepse nëse ti vendorë mi monumentet, atëherë ti ke shkel kartën e restaurimit. E dyta, shkel ligjin e trashëgimit kulturore, që e përcakton zonat historike që nuk preket të ruhet, konservohet për historinë edhe për kulturën që kanë. E treta, shkel vendimin e Këshillit Ministrave për rregulloren e qytetit Shkodrës që nuk lejon rritjen në lartësi. Shkel po ndenin e fundit, domethënë kësaj rregullore, që thot ndryshimet bëhen vetëm me propozim Ministrisë Kulturës, me vendim Këshillit Ministrave, nuk bëhen me propozim bashkisë. Tjetra, kjo përveç këtij ligjit, shkel hartën e miratuar nga kryeministri i vendit për qendrën historike të qytetit Shkodrës. Pra, të janë kaq guzimtar sa edhe hartën që ka firmuar kryeministri e shkeli. Pra, nga çdo pikpamje as shkelje. Por ajo që është më keqja, këta kanë botinëzisht, nuk janë konsultuar, e ka në termat e referencë që i ka firmuar kryetari i bashkisë, e ka detyrueshme me bë konsulta. Ka pas me bë bashkia, nuk e di pse kanë marrë firmë private, bashkia me Institutin e Monumentet të Kulturës. Asnjë konsult nuk kanë bërë me ta. Kanë degën e monumenteve të kulturës me arkitekta, me arkeolog, me historian, me djemë të shkollum jashtë, janë 2-3 këto, e kena këto. Dhe nuk janë konsultu as me degën që jetojnë në Shkodër, ma ata njohin qytetin. Pra, edhe ashtu të Agjencia e Kombëtare e Territorit, a qu për miratim, nuk a qu për mendim. A qu pastaj Institutit Monumenteve, ja qu për, jo për mendim, po ja qu për djeni. Edhe Dex Monumenteve ja qu për djeni. Ta kanë menut, ta po kalën si PDV-ja e ma përparshme. A kupton që kanë bërë këta kërkesin e asaj. Dhe faktikisht, unë rastisht nga një emision investigativ e mora vesh unë personalisht se po bëhet një gjë tillë. Edhe kam dhënë edhe një intervistë dhe ju kam drejtuar gjithë institucioneve nga një email. Edhe ja kam shpjeguar, nëse kjo veprohet kështu, është arsye për një hekje penale të atyre që e kanë bërë. Dhe faktikisht institucionet kanë filluar, kanë reaguar pozitivisht këtë punë, e kanë kthyr megjithse edhe atje nuk e din, as nuk e njohin Shkodrën se si e dim na. Na dim shtëpi për shtëpi, që dhe me thonë mu qu 6 katë për shkakun të shtëpia e Dabërdakëve, që është një ikonë e arkitekturës, edhe në gjitha kartolinat e kjete. Ç'a do t'i bësh asaj? Ose për shembull ndërtesa përballë që kam bërë një projekte, është ndërtesa e shoqënisë Rozafat, ku gjithë korifejt, njerëzit më të shumë të kohës kanë shku edhe kanë ngrit një organizatë, një shoqat kulturore, artistike, muzikore, edhe ka 10 vjet që e ka lejen ajo ndërtesë. Edhe nuk e jep bashkia, nuk e lën derisa ka rënë ajo. Do ka vëzë prapë në atë ndërtesë. Por çka ka ndodhur është gjatë këtyre 3 vjetëve bashkia ka refuzuar gjitha lejet. Po. Por në të si është gjendja. Kjo është të murgeshat e